Safet Bajri është një nga emrat më të komentuar të drejtësisë shqiptare. Me një pasuri miliona euro, ai ka arritur të vendosë në kontroll jo vetëm rivalet e tij, por edhe emra të njohur të politikës për shkak të ndikimit që ka. Së fundmi, në korridoret e parlamentit, po diskutohet një histori roz që ka nisur mes gruas të një ministri të qeverisë Rama dhe Safet Bajrit. Mësohet se Safeti ka ndihmuar ministrin gjatë kohës së zgjedhjeve, e më pas ato kanë pasur një marrëdhënie të ngushtë së bashku. Por ajo që ministri nuk dinte ishte se bashkëshortja e tij kishte filluar të flirtonte me Safetin. Por, siç thuhet prej kohësh, i zoti i punës e merr vesh i fundit. Ministri ka zbuluar te telefoni i gruas një SMS që i ka dërguar Safeti nga burgu. I tërbuar nga kjo situatë, ai ka dashur të atakojë Safetin në burg, por kjo kërkesë i është refuzuar. Më pas, mësohet se ai ka pasur një telefonat me Safetin ku i ka thënë: "Safet, më ke ngacmuar gruan, të kam gjë borxh, të kam futur në shtëpi dhe ti më ke bërë këtë poshtërsi që unë nuk do të ta fal kurrë." Ndërkohë, Safet Bajri i është përgjigjur: "O vlla, mos më kërko llogari mua, kërkoj llogari gruas tënde, se asaj vete ka pas qefi. Asgjë nuk kemi bërë me zor, por vetëm me dëshirë." Pas telefonatës me Safet Bajrin, mësohet se ministri ka nisur procedurat e divorcit me bashkëshorten, e cila nga ana saj duket se nuk ka shprehur ndonjë pengesë për atë që ka ndodhur. Mësohet se ministri dhe bashkëshortja e tij janë prindër të 2 fëmijëve.